Real, cili është lojtari që ti dëshiron me u bë si ai kur të rritesh? Si Neymari. Si Neymari, Amar? Ronaldo. A kanë ndikim për këto dëshirat e këtyne në bazë lojtarit që e kanë ambicie, lufta e tyne për me mri pastaj? A e merr për bazë edhe këtë dëshirën e tyne kur të vjen edhe ta du mu bë si ai, edhe ti e din që ky ka me luftu me mri si ai? A din qysh realisht fëmijët tonë janë të rrinë kushtet mira, nuk mund me thonë kushtet këqija. Këtë lojtarë ndërkombëtarisht mëne që kanë jetën më të keqe se na, kuptimin e financiar ose jetesës se vinë për jetesa të vështira, se është një kuriozitet në sport më rrinë ai që hek shumë. Kuptimin si ka kushtet bashkë për me ka pak lojtarë në botë që njihen që janë ose për familjeve shumë pasuna, ose familjeve që janë shumë varfna. Te na shoqërzohet të fëmija për i kanë kushtet, tash këta kur me e qesin si qëllim me u bosin Mbappéja, unë ku më javon ja 3-4 detaj që me punu si kuraj. Ose në këtë rast Riyadi si Neymari. Ndoshta ky mund me pas qef Neymarin, po në më kallzu cilësit që shumë për që mu me po këta, ose Amarin në këtë rast. Se cili fëmijë i paraqet kërkesat e me thonë lojtarët që donë me mri, por me mri që ata do të shumë punë. Shumë se është rrugtim shumë i gjatë. Por me besoj që kohët e fundit ka shumë shqiptarë që po e dominojnë botën në futboll, edhe këta besoj që madje me lidh me çat pjesën e turnerit, edhe në turnerin që na kanë, ja kanë këta lojtarë të Portugalisë që tash i hasëm, këta lojtarë të Parisit që janë pak më me emën, domthon çat turne kanë dalë. Pse mos më dalë këta për çati turneut? Po të njëjta rrugë, edhe ata janë kanë në kohën e tyre si fëmijë kanë lu futboll me dashni, e kanë pas futbollin, edhe këta kanë me dashni, e tarsoj ushqejnë çat pjesën e dashnijë, mbarët pak për këtyre se futbolli ka një sen në sport e ka nuk është veç ushtrimi, është edhe gjumi, ushqimi, pjesa jashtë futbollit. Jashtë futbollit është shumë e rëndësishme për këta.